Porti i Durrësit mund të paraqesë një port alternativ për Maqedoninë, e cila ballafaqohet me probleme jo të rralla në portin e Selanikut, që ndërlidhen me mosdurimin midis autoriteteve të dy vendeve për emrin e Maqedonisë, por dhe grevat e shpeshta. Durrësi prej vitesh u ka ofruar autoriteteve maqedonase portin e vet, ndërsa këta të fundit nuk kanë mundur të vendosin mbase jo vetëm për shkak të mungesës së infrastrukturës së mirë rrugore dhe hekurullore. Zyra e re e portit të Durrësit në Shkup u mundëson bizneseve të këtushme të njihen me kapacitetet dhe shërbimet që ofron porti. Përfaqësuesi i portit Eduard Ndreu thotë se Durrësi është rruga e vetme më e afërt për daljen e Maqedonisë në Evropë. Ai thekson synimet që bizneset e Maqedonisë të lidhen me Durrësin ashtu siç kanë lidhje historike me portin e Selanikut. Por duhet që dhe gjithë konveniencë ekonomike e biznesit maqedonas të përfundojë për të ketë le të themi një dalje të mirë në portin e Durrësit. Kur bëjmë ftesën, ne nuk besojmë që kjo ka të bëjë vetëm me çështjet gjeografike apo politike, por ka të bëjë edhe me konveniencën ekonomike të biznesit maqedonisë. Zoti Ndreu thotë se qeveria shqiptare po investon në rrugë dhe në porte dhe se shumë shpejt porti i Durrësit do të ketë shërbime shtesë dhe lehtësime për klientët. Agjencia e Maqedonisë për investimet huaja vlerëson se zyra e portit të Durrësit në Shkup do t'i avancojë mundësitë tregtare midis dy vendeve. Zyra e portit të Durrësit do t'u lehtëson edhe atyre punën për më tepër të kenë edhe port alternativ e të mos varen vetëm nga porti i Selanikut. Përfaqësuesit e kompanive tregtare maqedonase vlerësojnë se porti i Durrësit i ka dobësitë e veta për shkak të pamundësisë që të pranojë anije më të mëdha dhe për shkak të mungesës së infrastrukturës rrugore. Ndërkohë, autoritetet shqiptare po punojnë në ndërtimin e autostradës e cila do të shkurtonte rrugën Shkup-Durrës për 100 kilometra. Nga ana tjetër, autoritetet maqedonase deri tash nuk kanë treguar ndonjë interes të posaçëm për një autostradë drejt Shqipërisë, edhe përkundër këmbënguljeve të odës ekonomike të Maqedonisë veriperëndimore. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.